Jo, nëse jepet afat të shtesë nga gjykata kushtetuese me vendimin ose gjykimin e ri, a do të bashkëpunoni me parti politike nëse ka 68 afat të shtesë për juve nga gjykata kushtetuese? Është shumë e rëndësishme që të pritet njoftimi apo gjykimi i gjykatës kushtetuese, për faktin se siç e dini, në të kaluarën së pari ka pas njoftim të gjykatës e pastaj është nxjerrë gjykimi, pra sido që të ndodhë është e rëndësishme që kjo të pritet. Siç e dini afatin që gjykata e ka dhënë me masën e përkohshme është 31 marsi. Uroj që sa më parë të kemi një vendim në raport me dekretin e presidentes Osmani. Kurdo që ky vendim të del, natyrisht që është e rëndësishme që ta shohim atë, ta kuptojmë atë dhe pastaj të veprojmë në përputhje me përgjegjësitë. Unë, si kryetare e kuvendit, do të bëj gjithçka që është në dorën time dhe në përgjegjësitë e mia si kryetare e kuvendit që vendi të mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjejmë një rrugë të përbashkët, që ta kemi një qëndrim të përafërt dhe ta kemi një konsensus në raport me zgjedhjen e presidentit. Sa unë kam parë qëndrimet edhe të vetëvendosjes, edhe të shpalosura gjatë kësaj kohe, me ftesat që kryeministri Kurti i ka bërë edhe kryetarëve të partive opozitare, është një shprehje interesit, shprehje e vullnetit, prandaj është rëndësishme që ky vullnet të ekzistojë nga të gjitha palët. Është rëndësishme sepse kemi shumë punë për të bërë, pra nuk mendoj që është koha që të bëjmë lojra politike apo të kemi inate me njëri tjetrin, prandaj uroj që sapo të dalë vendimi i gjykatës, që ta shohim pra si shtar, sepse ne nuk mund ta dimë se cili do të jetë vendimi i gjykatës, por është e rëndësishme që ta kemi të qartë rrugën përpara. Qëndrimet si kryetare e kuvendit në raport me dekretin unë i kam dhënë. Kam qenë edhe një nga nënshkrueset e lëndës që grupi parlamentar i vetëvendosjes e ka dërguar në gjykatën kushtetuese. Prandaj besoj që gjithçka tashmë është e qartë dhe uroj që ta tejkalojmë sa më parë këtë situatë. Do të veproni në rast kur të bëni ushtrisje detyrës së presidentit për emërimin e atë. Uroj që ta kemi një zgjidhje deri atëherë. Do të ishte shumë mirë që deri më 4 prill të kemi president të zgjedhur me mandat të plotë dhe jo ushtrues të detyrës së presidentit apo presidentes, por natyrisht që varësisht nga rrethonat, unë do t'i adresoj përgjegjësitë e mia në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit, kudo që do të jenë.